Tensionet mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës po përshkallëzohen, duke bërë që dhe shumë shtete të tjera të përfshihen, duke kërkuar që palët të ulin tensionet. Por me sa duket presidenti amerikan Donald Trump është i vendosur në planin e tij dhe anija aeroplanmbajtësja amerikane më e fuqishmja, Abraham Lincoln, tashmë është afër Iranit dhe mund të pritet edhe një urdhër i rinunshëm nga presidenti amerikan Donald Trump për të sulmuar Teherani. Por cili është sekreti i kësaj anije? Çfarë mund t'i shkaktonte ajo Iranit? Ajo është aeroplan mbajtësja e 5 të klasit Nimitz e Shteteve të Bashkuara dhe u emërua për nder të presidentit të 16 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është anija e dytë në marinën amerikane që mban emrin e tij. Me portin bazë në San Diego të Kalifornisë, USS Abraham Lincoln ka rreth 2300 poste, 600 tanke dhe sisteme luftimi. Armët në bordin e saj përfshin 2 lëshues raketa shtok ajër me rrezet të shkurtër veprimi dhe 3 sisteme armësh të mbyllura. 2 reaktorët bërthamor të klasit Westinghouse fuqizojnë 4 tubinat me aull që vënë në lëvizje anijen e klasit Nimitz. Anija është 332.8 metra e gjatë. Ajo mund të mbajë deri në 5680 personel dhe 90 avion. Abraham Lincoln mban 9 skuadrone të përbëra nga 2 avion, 2 bombardues luftarak Super Hornet, një avion mbështetës logjistik Greyhound dhe 2 helikopterë sulmi. Por cila është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që në këto momente anija të shfaqet në ujërat pranë Iranit, në ujërat pranë lindjes së mesme? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar forca në lindjen e mesme gjatë kohërave të tensioneve të larta. Megjithatë, ushtria amerikane organizoi një grumbullim të madh trupash përpara sulmeve kundër programit bërthamor të Iranit në qershor të vitit të kaluar. Përveç Abraham Lincoln dhe anijeve luftarake, Pentagoni pulovit gjithashtu sisteme të mbrojtjes ajrore dhe avion luftarak në lindjen e mesme. Ndaj këtyre zhvillimeve të fundit ka reaguar edhe Irani. Mbërritja e një luftanije të tillë nuk do të ndikojë në vendosmërinë dhe seriozitetin e Teheranit për të mbrojtur popullin e tij, ka qenë reagimi i zyrtarëve më të lartë. Nëse presidenti amerikan Donald Trump do të sulmojë me të vërtetë Iranin, apo kjo anije është thjesht një mënyrë presioni e përdorur nga kreu i shtëpisë së bardhë në mënyrë që regjimi ajatollahëve të largohet, kjo mbetet për të parë në ditët në vijim. Por tensioni në lindjen e mesme vijon të mbetet shumë i lartë dhe shtetet her pas here janë duke kërkuar ulje të tensioneve.